jam në vend të huaj, në kamë më thonë, jenda s'dita shkruaj, me shokët jashtë kwartal dhe luaj. Where are you from, më pjesin më, unë ëmbël buzëqesh, dhe them krenar, I am from Albania, unë jam shqiptar. Në vitë jam largur, I dashura dhe, po nuk të kam harruar, se shumë I jam buljet. Të fala të dërgoj, këtë kur jam ode, gjithmonë po të kujtoj, se birin të më ketë. Sa të dua Shqipëri, sa mallëdjeje, sa të shjerë për ty gazet dashuri, mu në zemër më kam vjerë. Se për mua o atë jenë një lule aj që vërë, sa nuk gjenden për mi dhe shpirtin tim për ta ushqyer. Bravo! Kjo është që e bushka shërim, as kjo pem, as kjo gur, më në fund në trimerore e bëre qedrën në flamur. Bravo! Në përvjetor të titin gestën dhe këtë lot dhurat të mbi tavolin, e një tyre një lot të vogël, shokët e klasës ta kanë sjell. E një tyre një lot të vogël, shokët e kanë sjell. Rreth e rreth për qark, lovi është gjua shqipe, njemi një floriri. Me fjalët e shqipes nisën valk brava. Thonë këngë vare. Ka një kukull o fëmi, më të luaj në shtëpi, e laj mirë e pastroj, pastaj vjesha I vitoj. Kukull unë e dua shumë, e ushej e po në gjumë, më pas mamin e dimoj, në kërpatin rëkolloj. Pa më thoni o fëmi, a thoni ju kështu si unë? Emrin tënë në Shqipëri, e them me mall e dashuri, kur do të shkoj me afër jam, ku këndoj, jam shqiptar. Më me dhe që e toka, ku më ka ranë koka, ku kam njohur më matë, ku më nje dhe guri thatë, ku jam rritur me thërime, ku kam folur gjuhën time, ku kam fise, ku kam farë, ku kam qeshur, ku kam qarë, ku roj me gasë me shpresë, ku kam dëshirë të vdes. Moj nana, sa të dua, se ti e diçka për mua, je mirë, je zëmër qërë, ti për mua je botë tërë. Bravo! Kur e shoh burrin të zverdhur, kur e shoh, kur e shoh, kur e shoh, fër më bët një zemër, fër kur e troh burrin më drejta plot me lot më pushen syte. Kur e shoh burrin më drejta plot me lot më pushen syte. Lak në qëll, duket për si zjarë në pyll, si për rëv lak që ndron, ziza, ziza, ziza lor. Tring, Silja, Silja, tring along, tring. Tring, Silja, Silja, tring along, tring. Tring, Silja, Silja, tring along, tring. Tring, Silja,
Silja, Silja tringëllon. Tik tak, në krarorin tim. Tik tak, zemra gjithkëzim. Tik tak, në krarorin tim. Tik tak, zemra gjithkëzim. Në orën do vrapoj. Tring, Silja, Silja tringëllon. Tring, Silja, Silja tringëllon. Tring, Silja, Silja tringëllon. Tring, Silja, Silja tringëllon. Silja tringëllon. Agëtare fort të dua me ato shkronjat të tua. Dora ime u mësuar, mendja ime u ndriçuar. Ka mësuar të lexoj, shkruar bukur recitoj. Edhe prindërve ju fal, gjithë gëzime sa një mal. Manu shaqe që kam dhja, soca bukur pas ka qenë. Manu shaqe në shtëpi, si gëzime bukur. Në për dhomën djetëra, dhe më thot erdi pranvera. Shqipëria, nëna ime, ose jamo, i mërguar, jashurera, ustra me haru. Ardiani, sa di vit është ky që ju sillni fëmijët te klasat shqipe? Ky duhet të jetë viti 3 që unë kam sjell dhe çupën dhe djalin tim. Keni ndjer përparim? Të paktën din të lexojnë. Jam i sigurt që din të lexojnë që të dy dhe çupa edhe shkruan shqip se djali akoma s'ka vajtur edhe në shkollë në anglisht. Kështu që përparimi është i dukshëm. Ç'mendim keni për pjesëmarrjen e amerikanes Carrie Hooper në këtë aktivitet sotëm? Është një gjë për të marrë shembull dhe uroj që fëmijët tim të paktën të mësojnë nga kjo edhe unë do përpiqem sa kam në dorë edhe kështu uroj edhe për bashkëdhetarët e tjerë. Indi jam shumë krenare të jam këtu edhe indi jam shumë e lumtur që kisha mundësi të këndoja për shqiptarët. Është gjithmonë ëndra ime të ndaj pasionin tim për gjuhën shqipe dhe kur kam mundësi të bëj me shqiptarët, gëzohem shumë. Ti u dhe atyre shumë dashuri sot, po çfarë more prej shqiptarëve? Mora edhe unë dashurinë e tyre, edhe gëzohem që fëmijët po mësojnë gjuhën dhe po mësojnë poezitë e njohura. Pse ju pëlqen kaq shumë gjuha shqipe? Sepse është gjuhë e veçantë, ka fjalë shumë të ndryshme nga gjuhë të tjera, edhe më pëlqen sepse Shqipëria nuk është vendi njohur jashtë Shqipërisë. Duke mësuar një gjuhë, ti mëson më shumë për të tjerët. Çfarë ju bën më shumë përshtypje te ky njeri? Te Carrie më bën përshtypje dëshira e saj për të mësuar gjuhë të huaj. Ajo flet edhe gjuhë të tjera, por siç dihet gjuha shqipe mbahet një ndër gjuhët më të vështira, por aftësia e saj për të komunikuar aq bukur në gjuhën shqipe vërtet më bën shumë përshtypje dhe njëkohësisht është një thirrje për të tjerët që nëse të tjerët mësojnë gjuhën shqipe, po ne që jemi shqiptar, patjetër që duhet ta çojmë atë më tej. Unë ju shoh vazhdimisht të shqetësuar për pjesëmarrjen jo të kënaqshme të fëmijëve shqiptarë në për klasat shqipe që ju quheni mësojtorët shqipe. Nga vjen kjo pjesëmarrje ulët? Unë them që është neglizhenca e prindërve. Ne fëmijët i çojmë në për sporte, i çojmë në kështu, po se s'bën duhet u lëm atyre një pjesë të vogël për Shqipërinë. Janë vetëm 2 orë në javë. Të tëra paguhen nga shteti, është ndihmë e madhe për neve që mos mbacim gjuhën, zakonet, traditat. Shkolla shqipe nuk është vetëm të çojmë të mësojnë shqip, mësojnë jashtëzakonisht shumë. Më e rëndësishme është liri se ata ndonjithen me njëri tjetrin. Për shembull, çupa ime mban kontaktet me ata që ka patur në shkollën shqipe.
E më thotë mua, babi, shko sa është të filani, shko sa është të filani. Po kush është këtë? Kemi qenë të shkolla shqipe, është e vërtet, domethënë te fesa e flamurit, ata u mblodhen të tërbashk Liri. Te fesa e flamurit në një qoshe u mblodhen të tërbashk. Ky meraku juaj është më shumë meraku i prindrit për të krijuar atë ishullin e vet kulturor, apo është meraku për të ardhmen e fëmijëve? Kjo është Liri më shumë për të ardhmen, sepse fëmijët duke u njohur me njëri tjetrin, duke u lidhur me njëri tjetrin do kujtojnë që janë dhe shqiptar. Nuk shkrihen, domethënë nuk humbasin. Me që ky vend na jep këto mundësi, ne duhet t'i shfrytëzojmë, po ne jemi fajtor, nuk kanë faj fëmijët tanë. Ata ndihen larg kësaj ku ne prindrit nuk i afrojmë. Nuk i sjellim në përmbrëmje, në përfesta, në të tëra organizimet që bën shoqata.